Cila është, Luciano, lidhja mes glicinës dhe kolagjenit? Pra pse thuhet se glicina është themeli i strukturës kolagjenit? Tani, kolagjeni është protein strukturore dhe ai formon skeletin e indeve lidhse. Formon skeletin e indeve lidhse, ndihmon në elasticitet dhe i bën indet lidhse që të jenë të forta, ose i mban indet lidhse që të jenë elastike. Zakonisht kolagjeni është protein strukturore sepse është edhe si një fibër. Tre aminoacidet më të rëndësishme të kolagjenit kush janë? Prolin, hidroksiprolin dhe glicin. Lidhja midis glicinës dhe kolagjenit, që është si suplement që shitet kudo, reklamohet kudo, por nuk thot askush që si përthithet ky, si tretet, si zbërthet dhe si transportohet, por vetëm i bëhet reklam. Por se si është organizmi njeriut, si e tret, si e përthith, për atë nuk interesohet kush dhe nuk i bëhet vend kujt. Lidhja midis glicinës dhe kolagjenit është këtu se format ose kolagjeni ndërtohet nga këto tre aminoacide më kryesore, që është glicina, hidroksiprolina dhe prolina. Dhe kolagjeni është protein strukturore që formon skeletin e indeve lidhse, pra i ofron fibrave proteinike një elasticitet më të fortë dhe i mban të bashkuara. Por nëse glicina merret në mënyrë më të varfër nga produktet shtazore dhe më së shumti me glicin, është e pasur lëkura e pulës, pra aty ku janë edhe këto strukturat e sipërme, siç është lëkura e njeriut, lëkura e pulës, lëkura e mishit viçit, lëkura e mishit qingjit, por duke ditur patjetër që të jetë organike dhe e pastër. Jo një produkt ushqimor, pra një produkt shtazor që mund të jetë rritur me medikamente ose me lëndë ushqimore të cilat janë me aditiv ose me konservant. Pa glicin nuk ka kolagjen dhe kolagjeni formohet si pasojë e glicinës, që më së shumti ndodhet tek lëngu i mishit, lëngu i kocave. Luciano, si sintetizohet kolagjeni në organizëm dhe cilët janë faktorët të domosdoshëm për formimin e tij? Pra, çfarë roli luajnë vitaminat C, bakri dhe aminoacidet, pra si prolina dhe lizina? Domethënë, ne do ta themi si formohet kolagjeni në trup. Në fillim unë thash që më së shumti reklamohet se sa shpjegohet. Trupi kur merr kolagjen nga një suplement i rëndomt nuk përthithet siç thuhet. Dhe kolagjeni si fillim që të merret si suplement duhet të jetë peptid kolagjeni. Pra duhet të jenë me anë të peptideve. Dhe peptidet janë ato të cilat formojnë këtë protein strukturore që formon skeletin e indeve lidhse, që u jep forcë dhe u jep elasticitet pjesës së strukturës proteinike. Nëse ne marrim kolagjenin si suplement, dihet që nëse stomaku, zora e hollë, nuk funksionon siç duhet, ne atë nuk e përthithim. Më shumë është si një marketing se sa një fiziologji. Nëse ne konsumojmë ushqimet procesuara, ushqimet të thata, ushqime me yndyrna të procesuara, përsëri kolagjeni nuk përthithet. Kolagjeni që të merret e zëm supozojmë dhe marrim shembull sikur u mor si suplement. Ai si fillim duhet të denatyrohet. Denatyrimin e bën acidi hidroklorik në stomak. Acidi hidroklorik çfarë bën? Denatyron lidhjet proteinike ose lidhjet hidrogjenore dhe ionike. Pra e bën pjesën e proteinës që të zbërthehet dhe që të ketë një varg të polipeptideve. E bën pjesën proteinës që të denatyrohet dhe të formojnë polipeptidet. Tani këtu, nga polipeptid, oligopeptid, shkoj deri në peptid, është proces shumë i gjatë që e bëjnë enzimat, e bën zora e hollë. Dhe pothuajse shumë suplemente nga farmacia, ato janë, përthithjen e kanë më të dobët sepse kanë konservant dhe aditiv. Dhe është e mira që kolagjeni nëse merret si suplement, ne duhet kemi kujdes edhe ushqimin, tretjen, përthithjen, zbërthimin, që ata ta përthithim. Dhe kolagjeni është e mira që të jetë si kolagjen peptid, në forma më të vogla. Ndërsa, pjesa e rolit të vitaminës C, bakrit. Për formimin e kolagjenit, luajnë rol të pandashëm enzimat, prolil hidroksilaz, lizil oksidaz, ose lizin oksidaz. Lizin oksidaza merr pjesë sepse formon kolagjenin. Prolil hidroksilaza njëkohësisht përsëri merr pjesë në formimin e kolagjenit. Lizin oksidaza ka nevojë për bakër, ka nevojë për vitamin C. Nëse trupit nuk janë në depozita ose nuk janë në sasi ose nivele optimale, kryesisht zinku, që është i rëndësishëm dhe për anemin, por dhe për formimin e kolagjenit, atëherë kolagjeni nuk formohet. Dhe kolagjeni nuk është një suplement që të përthithet ashtu. Pra, ne po marrim kolagjen për lëkurën. Atë që po pim e dim sikur do na bëjë mirë për lëkurën. Nuk është ashtu. Kolagjeni zbërthehet deri në prolin, hidroksiprolin dhe glicin. Këto më pas formojnë
kolagjenin në qelizat ndryshme të fibroblastet, formohen në mëlçi, në pjesën e mukozave të ndryshme respiratore, gastrointestinale. Pra ai kolagjen që merret si suplement që të formohet sepse duhet si fillim të tretet, të zbërthehet, të përthithet, të transportohet në hind ose në qelizën përkatëse. Dhe prandaj, nëse mungon pjesa e kolagjenit, atëherë ne duhet të kemi kujdes me ushqimin, pra bakri që janë kofaktor të formimit të kolagjenit, që kofaktor i enzimës së liziloksidazës është pjesa e bakrit dhe vitamina C. Prandaj nuk mjafton vetëm kolagjen për të plotësuar kolagjenin, sepse nuk është kështu. Atëherë, përveç formimit të kolagjenit, cilat janë funksionet e tjera, Luciano, të glicinës në organizëm dhe si ndikon ajo në sistemin nervor, në mëlçi, në muskuj dhe mbrojtjen antioksiduese? Tani si fillim, glicina formon kreatinën, që kreatina ishte shumë e rëndësishme për muskujt, siç edhe e dim. Tjetër, formon dhe ndihmon në sintezën e glutationit, që glutationi është antioksidant i mirë rëndësishëm që qelizat dhe që mëlçia prodhon. Ajo prodhohet Ky antioksidant prodhohet edhe nga qelizat e tjera, pra nga qelizat e sistemit imunitar, neutrofilet, limfocitet, bazofilet, monocitet, por 80% dhe në sasi më të lartë prodhohet nga hepatocitet ose qelizat e mëlçisë. Glutationi është një tripeptid antioksidativ, glicina, cisteina dhe pjesa e glutamatit. Glutamat, cistein dhe glicin formojnë tripeptidin antioksidativ që quhet glutation. Dhe glutationi ka fuqi përkundrejt viruseve, ka fuqi përkundrejt baktereve dhe është si një ushtar shumë i fortë që ndihmon sistemin imunitar përkundrejt patogjenëve ose mikroorganizmave jo të mirë ose jo të shëndetshëm. Glicina është shumë e shëndetshme dhe për receptorët e GABA-s dhe për receptorët e acetilkolinës. Pra është një forcuese e receptorëve aty. Është stimuluese sistemi nervor parasimpatik, e qetëson sistemin nervor parasimpatik dhe është njëkohësisht shumë e rëndësishme për ato centralet ose unë i them për bioreaktorët ose për biocentralet inteligjent, për biocentralet enigmatik në qelizë, që janë mitokondrit. Mitokondrit unë do të tregoj edhe pas imazhit, që bëjnë të mundur prodhimin e ATP-s, që është adenozin trifosfati, dhe glicina ka një rol ose ka kontribut në prodhimin adenozin trifosfatit. Glicina ndihmon shumë membranat e brendshme të mitokondrisë. Ndihmon shumë edhe disa enzima në mënyrë indirekte. Dhe glicina zakonisht është aminoacid shumë i vogël, por roli i saj në organizëm për të formuar glutationin, për të forcuar dhe për të mbështetur receptorët e acetilkolinës. Receptorët e acetilkolinës janë receptori muskarinik M1, M2, M3, receptorët A7 nikotinik makrofag. Prandaj glicina është shumë e vogël, por me funksione shumë të mëdha. A ka lidhje glicina dhe kolagjeni, Luciano, me shëndetin e zorëve, pra si ndikojnë këto në integritetin e barierës intestinale, proceset inflamatore dhe rigjenerimin e indeve? Kur ne kemi një grip ose një viroz, adenovirus, zakonisht preferohet që unë e mbaj mend që nga mosha e vogël që fëmijëve u jepet lëng kockash ose lëngu i kockave mund të bëhet pak edhe me disa erza, por gjithë një përforcimin e muskujve jepet lëng kockash ose lëng mishi, sepse është burim dhe proteinash dhe burim aminoacidesh, pra proteinat janë ato të cilat zbërthejnë deri në aminoacide. Dhe lëngu i mishit është shumë i vlefshëm sepse forcon dhe rigjeneron ato pjesën e barierës së zorëve. Dhe patjetër ka pothuajse gjithë grupin e vitaminave B, nga vitamina B1 deri te vitamina B12 dhe aminoacidet të cilat i duhen trupit. Dhe është shumë i vlefshëm në proceset inflamatore. Pra glicina ndodhet tek lëngu i mishit. Glicina ndodhet tek produktet shtazore. Glicina ndodhet tek gelatina e tendinave ose tek tendinat, artikulacionet e kafshëve, pra tek mishi i qingjit, tek mishi i viçit, njëkohësisht tek mishi i pulës, dhe është shumë e vlefshme sepse formon edhe është njësia kryesore dhe themeli kryesor, shtylla kryesore ndërtuese dhe e formuese e kolagjenit. Pa glicin nuk ka kolagjen. Po nëse merret si suplement, se përthithet, se zbërthehet, kjo është pikë pyetje nga fuqia e acidit hidroklorik dhe nga funksioni i enzimave të zorësoll dhe i pankreasit. Prandaj është më mirë që nëse ne duam të marrim kolagjen, ta marrim si peptid kolagjenin, por dhe ta shikojmë sistemin tretës si funksionon.